Agjerimi i vullnetar, mundësi e pastër. Ata që punojnë me ndrime edhe në për rajonet izoluara, kanë mundësi të madhe për agjerim vullnetar. Kur janë në ndrim të natës, e kanë më lehtë gjatë ditës të agjerojnë, sepse pushojnë dhe flenë. Kështu e kishte zakon një punëtori cili tregon se i agjeronte 6 ditët e Shewalit, 3 ditët për çdo muaj e të tjerë, gjatë javëve kur ishte në ndrimin e natës. Agjerimi i ditëve të bardha. Pëlqehet të agjerohet për çdo muaj dita e 13, 14 edhe 15 e muajve hënor, duke u mbështetur në hadithin e Abu Dharrit radhiyallahu anhu, i cili tregon: na urdhëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të i agjerojmë gjatë muajit 3 ditët e bardha. E kanë marrë emrin ditët e bardha shkaku i dritës që del nga hëna e plot, e cila ndriçon qiellin gjatë natës. E hëna në ato net shfaqet e plot, duket e qartë dhe me dritë që e zbardhon natën e, pasi drita i përfshin ato net, i përshtatet rastit që ato ditë të përfshihen me adhurim. Agjerimi i 3 ditëve në çdo muaj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e porositi Ebu Hurejrën radhiyallahu anhu të agjeronte për çdo muaj nga 3 ditë. Kur duhet të agjerohen këto ditë? A detyrohet të agjerohen të pandara? Përgjigja: lejohet të agjerohen rresht njëra pas tjetrës apo të ndara, kurdo brenda muajit. U pyet Aisha radhiyallahu anhu nëse pejgamberi alayhi salam i agjeronte 3 ditë për çdo muaj. U përgjigj: po. E i than: cila ditë brenda muajit i agjeronte? U tha: nuk ka vinte mendjen se cilave ditë të muajit i agjeroj. Pejgamberi alayhi salam thoshte: agjerimi i 3 ditëve në çdo muaj është një lloj sikurse të ketë agjeruar tërë vitin. I porositi disa sahabë të agjeronin nga 3 ditë. Prej tyre Ebu Hurejrën, Kehmes el Hilalin, Ebu Dherrin, Abdullah ibn Amrin, Ebu Derdan dhe Ummu Selemen. Zoti qoftë i kënaqur me ta. Pëlqehet që agjerimi i këtyre 3 ditëve të jetë në ditët e bardha. Ibn Uthejmini, Allahu e mëshiroft, ka thënë: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lejmëroi se agjerimi i 3 ditëve në çdo muaj është një lloj sikur të ketë agjeruar tërë vitin. Mirë po, më i mira është që agjerimi i tyre të bëhet në ditët e bardha. Shpresohet për atë i cili agjeron këto ditë me niyet për 6 ditët e Shewalit, t'i shkruan atij 2 shpërblime. Po që se dëshiron këto 3 ditë t'i agjerojnë në ditët e bardha, do me thënë në ditën e 13, të 14 dhe të 15 të muajve hënor. Mirë po, ditën e 13 të muajit Dhulhijhe nuk mundet të agjeroj për shkak se është prej ditëve të Teshrikut. Dita e 4 e Kurban Bajramit. Dietari Ibn Bazi, Allahu e mëshiroft, për këtë thotë: mund të agjerohet dita e 14 dhe 15 e muajve hënor, nëse do të agjeroj të 16 apo ndonjë ditë tjetër të muajit të Dhulhijhes, që t'i plotësoj 3 ditë, nuk është problem. Kjo është më e mirë.